Cilat janë ato shenjat e para? Sepse dikush ndoshta e ka veç më këtë problematik, por nuk e din që bëhet fjalë për paradontozë. Paradontoza është sëmundja e mishrave të dhëmbëve, të cilat zakonisht kohëve të fundit shoh të shumë pacientë është prezent. Pacientët të cilët janë me paradontozë zakonisht kanë gjakosje të mishrave të dhëmbëve, përmbajnë erë të keqe, ëjtje të mishrave të dhëmbëve, si dhe gjatë pastrimit të dhëmbëve kanë gjakosje, disa pacientë kanë gjakosje me të vërtet gjakosje shumë të madhe, të cilët i shqetësojnë dhe vinë në ordinancë dhe ankohen se gjatë pastrimit kam shumë gjakosje dhe dhimbje njëkohësisht. Zakonisht te paradontoza, do të thënë së pari krijohet plaku dentar i cili mbetet në pjesën rreth mishit të dhëmbëve, pastaj krijohet ginkiviti, pastaj deri te paradontoza dhe formohet gurezat e dhëmbëve, të cilat edhe mishin e dhëmbëve erëzojnë poshtë dhe pastaj fillon edhe lëvizja e dhëmbëve, mund të vijë edhe deri tek heqja e tyre.